Mirëmbrëma zotni, sot kemi fatin, kemi pru dy intelektual shoqërisë shqiptare që janë shumë spikatur. Njërin unë e kam pas në fakultet, kemi studiu bashkë për dramë, për regji. Është një nga lezetet e Institutit Arteve, që unë jam inamoru mas ti në një shfaqje revizorit të Gogolit ose Klestakovit Gogolit. Klestakovi ka qenë një personazh që për të kuptu që vinte nga kryeqyteti dhe shkonte në provincë dhe paraqiti veten si një revizor dhe filloi të shkonte në të gjithë institucionet, në të gjithë familjet e mëdhaja dhe nëpërmjet këtij revizori dhe nëpërmjet kësaj ironie dhe sarkazme të kohës, zbërthehet gjithë ai moment se ku ndodhej në atë kohë ish Rusia e famshme. Bashkimi Sovjetik. Bashkimi Sovjetik, Gogoli, Bashkimi Sovjetik. Republikat e Bashkuara. Po. Miqtë e mi, kam derin sot që t'ju prezantoj opinionistin më të simpatik të Shqipërisë, që me opinionet e veta gjithmonë ka goditur në shenjë. Dhe ky është Gjevahir Zeneli. Ose më saktë 25 vjeçi Gjevahir Zeneli, sepse sot bën plot 25 vjeç. Po njëra nga peshk mi ule 40 vjetë. Ndërsa personazhi tjetër sonte është një mik i imi i shumë viteve që kemi kalu bashk, është një gazetar rebel, një gazetar shpeshherë edhe i çmendur, një gazetar që s'ka bërë asnjëherë kompromis me të keqen, nuk ka bërë njëherë kompromis me atë që e bëjnë shumë njerëz kollaj sot, me interesat. Dhe me thonë drejtën unë këtë gazetarin e kam i qik edhe si Biçim Ortaku, sepse e kam ndihmuar në televizionin e tij dhe e thot gjithmonë që Luc ke 50%, dhe unë si kompensimi kam dhënë 12% trozafës. Më the 3 vjet, e di gjithë opinioni publik. Dhe ky personazh, me thonë të drejtën, ne sot do të diskutojmë edhe diçka tjetër që e di vetëm unë, nuk e di kërkush tjetër, që është edhe zëdhën si Spakut, dhe ky është Elvi Fundo, miku im, vllai im. Mirëmbrëma dhe mirëserët, Gjevo gëzuar ditëlindje. Faleminderit. U bëfsh 100 vjeç, që nga dhe ti peshqit në horoskop, Peshk. Sa shenjë keqe jemi neve. Bëjmë për të tjerët dhe s'marrim brapsht asnjë gjë. S'dalim dot nga ujit. Mua më duket sikur jemi në festivalin Gjirokastër, ku prefektura e Korçës konkuron dhe insisht. Ora tani se kisha dhënë ditëlindjen para një javë. E them Para një javë. Me që thënë? Edhe ti peshqit? Kokra peshkut jam. Po pse kot vite rozafa? Ore miqtë e mi, mu m'jam boj që gjithë peshmër. Dhe më e bukur është Blendmane që ka pas me 8 mars, megjithëse ti shkoj që Ky e ka pas me 8, vërtetë. Se je i butë. Ky e ka me 10. Vetëm unë jam te Virgjëresha, se jam i virgjër. Këta të gjithë që e kam peshq. Ky e ka dhe di dasma. Unë e quaj dasma Xhevos në 10 marsin. Ne kemi kështu se bep. Se festohet shumë. Ora e marto, ç'është dasmë. Ora tërë quhet. një kolonjar dhe një korçar në panelin e sotëm, mirëserët që të dy. Faleminderit. Jeni të dy sa të ndryshëm edhe njësoj. Po. Gjevo, është kënaqësi të jesh përballë teje, Faleminderit. sepse ti je njeriu që edhe kur je serioz, askush nuk të merr serioz sepse njerëzit duan që të qeshin. Dhe besoj të ndodh shpesh në rrugë kur thonë o Gjevo, do na bësh një për të qeshur. Atëherë s'tregon asnjë bashkëlet ky. Kjo është gabimi më i madh që bën me Xhevon me sa e njoh. S'ka një. Të thjesht kemi qenë, jemi dhe inshallah mbetemi, po se me moshën që po çdo thjesht kemi për të mbetur. Kur erdhe student në Tiranë në vitet 80, këto tironësit, ç'a impresioni të dhanë? Ja u bëra bukur, unë se më thoshin çfarë ke mbaruar Petroninin edhe ndalonja. Me Petronini ti e? Së gjimnazimi i fort i Tiranës. Ndërkohë ishte Petronini është sekret. Iknin. Jo, vërtet, mi mbaj mend brezat që kam arritur edhe brezat i erdhën poshtë meje, sigurisht kemi qenë, ishin një nga fakultetet që i kishin zilitë të edhe pse na thoshin në shkollë e qelëve. Po dhe dinim edhe të lenim bukur.
Je një vit më i madh se Më i Luca? madh, më i madh. Ja, Je bre... 2-3 vjet më i madh. Po Jo, në fakultet. Në fakultet një vit ka qenë. Po një vit se ne na zuri dhe vit stazh juve. Se provuat vit, se provuat. prodhime. Ti Ne na bën ti erdhi ke mbaruar artet apo jo? Jo, unë s'kam mbaruar. Po me migat, ka zëmë me migat. Po kam pasur mësuese, prandaj Pedagogë. pse ko do vinja unë. Kam pasur pedagogë dhe fatmirësisht kam lojtur edhe dramë dhe film me zyshi thua ti, unë i the mësuese se nga ana tonë nuk i thon zysh. Me mësuese me mikën keni kaluar. Gjevi ka qenë gjatë. lezeti i korridoreve të dramës. Ka qenë lezeti. Ku një gjoj një e qeshme, ku një gjoj një ulerin, do kishe Xhevair Zenelin protagonist. Po ndryshe nuk shtyje aty, ishin të tërë serioz. Po mirë, si ka mundësi që analizat e tuja gjithmonë i shoqëron jep shembullin. Dhe si maskove, jep edhe shembullin nëpërmjet barsaletave. Edhe moralin e fabulës gjithmonë e vën shenjë, e vë godet me moralin e fabulës në çfarë do lloj situate që tjetë ky vend. Si shpjegoj? Po si Është shpjegoj? intuitive apo? Po ta jep thurin e njerëzit. Ose janë të pshehura këtu dhe i ngacmon Nuk në dihet një nga bie në një kështu gentil që i thonë, asaj që kandeles që Po. se të terasman me në 65 vjet në sken, sa vite Jo, më në kalohen? skeni. Jo. Më fal, 65 vjet mosha, sa Se vite unë të kalohen në maman sken? aktore kam pasur unë si ky që të më ketë lidur në skenë. Sa vjet ke kaluar në sken, në ekran? Po që në vitet e pshollës së mesme jam aktivizuar dhe pavarësisht me Rreth gjysmë shekulli. Pra rreth 50 vjet. Bie 15 vjeç. Ti vazhdon të jesh një erseks simpatik. Çfarë? Një erseks simpatik. Seks. Erseks. Jeni me seks. Po ku kisha të jem? Erseks. Kuadro nga kolonja që. Buket. Po. Nuk po të shohim më në ekran e Vision Plusit. Po, si çdo fillim e ka dhe një fund. Po varet çfarë fundi është pasaj. Ka të bëj shumë dhe fundi. Po marrë ishte fund I i palumshëm, moshës si duket i pensionit. Ose ashtu pensionit. janë justifikuar në një farë mënyrë. Berisha dhe Trump janë 30 vjet më të 20-30 vjet më të rritur se ty. Edhe më simpatike. Po ata bëjnë luftë, s'bëjnë humor. Mos ndoshta duhet bësh dhe ti luftë. Po, A do kthehesh te Vizioni apo ke projekte të tjera? po. Televizioni është çdo moment ky. A ky për televizionin apo vizionin çu? Çfarë vizion kam për të ardhmen do të thotë? Vizion minus. Çfarë ekrani do të shohim? Nuk e di, po them ti kthehem skenës edhe një herë. Më ka marrë malli vërtet për një komedi Tash të ne me plot. thonë drejtën, pse ke dy orta këtu që janë bashkë. Ky podcast këtu do filloj të transmetohet te kanali i Elvit Po, dhe e kemi edhe në digital, mos ka Po, CNA TV, CNA TV e kemi në kanali digital. 44 në Dhe ne digital. do japim këtë podcast edhe me thonë drejtën do të bëjmë edhe një gjë me humor. Çdo të premte në orën 20 po patjetër. dhe me rastin që unë pash Lucën që është dhe dobësuar dhe më tha që ka rënë rreth 12-13 kg. Ke qenë me tërmend, ke qenë shumë i shëndosh, që si kera. Problem gjoni gjë. Jam duke u Është dobësuar dhe vendosëm folëm dhe bashkë me Bledin nga e premtja e kësaj radhe do ta transmetojmë live Allishverishin podcast në CNA TV. Duhet jam, nuk jam. Edhe ato të parat të regjistrimet që janë transmetuar do t'i futim gjithë. Jo më jo shumë mirë, pandaj po më vjen inat mua, po këto se mbaj mend që i bli një X4 këto X. Roba, Roba. garderobë ruaj vita më. E kam aty në garderobën. Se mos i Po jes. jo, poster dhe Se unë s'kam ndërmend të do pësojmë. Poster dhe keq. Ore, unë po vide ti roba, tu nuk do pësojmë pas ti dhe vetëm ti vesh. Pati një mik në një shtëpi dhe i thosh ati, mikut, ky zoti shtëpisore, sa ke numrin e kemës? 42, i thaj, drejt. E tu një njerë kopën, edhe përshoj. Ore, për çfarë më pyet e vërtet, i thosh, i rinde mendja, jo më ko të pyeta. Po ko s'ma pyet, tha, po thoma, për çfarë më pyet, durovi, tha në fund. Po jo më tha, 42 më verë për shtypje, tha, se kështu erë të mbajnë si për 57.
Me që se një brez me Lucën, çfarë marrëdhënie keni mbi mbas 60 me Viagrën? Ç'është ajo? Me Viagrën. Thot pra atë kokrën. Po e ka për ty, jo për mu. Jo, mbi 60 vjeç. Se mu mund ma bote këtë pyetje se më ka pas për ditë, po s'ka pas nevojë me bo. Unë, të them të drejtë se kam provuar, unë se do më thënë, kokër është kjo? Po, Po si që thonë ka në gjatë çokoladë. domethënë nuk e përdoru si Viagrë. Jo, jo. Po s'ka për qatë, ku ta përdori njërë? Gjevo, ti e kolonjar dhe gjysmë përmetar, apo jo? Po. Unë jam përmetar dhe ne kemi raport shumë dashuror me alkoolin. Ne e kemi pjesë të së përditshmes tonë. Madje e thonë që njerëzit e zgjuar u ashton më tepër kreativitetin. Sigurisht. Ti ke një cilësi të mirë sepse alkooli ty të bën miqësor, të bën dhe të dashur, ndryshe nga Po shu do manja njerëz të fik, do tjerë. manja... Dhe do dilet e lajmet e cënas. Domethënë, a je ndjerë në raport me alkoolin si një shok i mirë? Vetëm shok i mirë. S'kam abuzuar në mënyrën që më kam treguar një histori kur jam emëruar në estradë të Tiranës që për të më urruar për emërimin, se atër ishte gjë e madhe, të emëroheshe në Tiranë, kisha marrë 2 litra raki, po manë boboshtice, ajo ishte në thegjash për të fërkuar, jo, të pirë tash. Të pim nga një sa të më urroni për punën, i që rasa ata, pas që bëndë për shtypje sa ishte, ku ishin në të gradacionin. Kur shikoj, duke pira të teken e urimit të punës, kur më thot njeri një pyetje të çuditshme, ore, si je me këtë, tha, me kaj, thash. E pina një qikë, thash më pyetje e çuditshme, thash ja të them që s'pi do më thonë që na u deshe sollën e estradë të Tiranës, ata të terpini. Po të them që s'pi, të them edhe që pi do thonë na ushtua dhe një, e thash po gjenjë të mesme, pi tash unë dherë në 5 dopje, kështu, këtë jemë në Roma. Për ta tepëruar pi dhe më shumë, po në 5 dopje jam miri tash. Unë thash 5 dopje, ku shkoj 5 duar më fërkonin shpatullat nga mrapa, mos u mërzit, tha. Po dhe me 5 dopje, tha, e i fundit këtu, tha. Që i fundit? I fundit e në strata, këtu e shrekoni 13 dopje pa bërshurën. Po ishte një kolektiv për rash në aktorë të shkëlqyer. Snersa Lagu vite bote atë shtazhin e partisë, botet e ne në Çus, në oficinë në Çusit rregullonin ekspresat e frigoriferët. Çfarë burri ka qenë, me sa humore, me sa edhe i njoh Vasil Avangeli, i njoh përmjet në Çusit. Të jashtëzakonshëm. I lezieshim, kur ishim këto takimet e stradave të ndërmarrjes, zgjinte kush do kishte kombinatin ushqimor, se vetëm atje. Ta kështem një pyetje serioze për këtë grazerin tim të vogël. Si zëdhon si spagut, ke pas një presion? Shiko, e para termi zëdhën si spagut do më përqen. Do të doja të thoja mbrojtës i një grupi luftëtarësh për të cilët i shpesh flet në videot e tua. Pra kundër korrupsionit dhe njerëz që po hetojnë dhe po investigojnë korrupsionin, krimin, dhe unë mendoj që disa prej tyre, jo të gjithë, se s'duhet i fut gjithë një thes, janë vërtet luftëtarë të vërtet në luftën ndaj korrupsionit dhe ne duhet i mbështesim. S'mund ta quaj kur vetë zëdhënës, as kam qenë, as jam zëdhënës i spakut, por në parimet e mia dhe në dosjet që unë kam investiguar, si incenerator, dosja 5D, Kryebashkiaku i Tiranës dhe shumë dosje të tjera, kam parë që disa prokurorë tyre çështjeve kanë qenë njerëz të ekur, kanë qëndruar dhe kanë shkuar në akuza shumë të rënda dhe është vërtetuar ajo që ne kemi investiguar. Dhe nuk ka nevojë të bëhesh zëdhënës si tyre. Mjafton që ajo që ti ke publikuar me atë që ata kanë hetuar, kuptohet që hetimet janë më të thella, sepse unë nuk kam pasur akses në arkiva dhe në dokumenta deri ku kanë shkuar ata. Por kanë treguar seriozitet dhe ky lloj serioziteti, profesionalizmi dhe betejë drejt për drejt që kanë bërë, tregon që ne duhet i mbështesim si gazetar. Nuk kam pasur ndonjëherë presion që vinte nga në mënyrë të drejtë për drejtë. Ka pasur kërcënime në telefona që këto i kemi kështu tani. Kush flet, ti e di që unë ju kthehem shqip më bukur se ata në gjuhën e nënës. Por më shumë presionet dhe luftrat kanë qenë nga ndyrësia mediatike, do të quaja unë, që ndodh në Shqipëri, kryesisht nga aparat e korrupsionit, të politikës që jepen për njerëz që siç e rasti inceneratorëve që blien mediat
për pos milionave të eurove që qenë marrë nga inceneratorët bjeshin media, portale, televizione, sulme, akuza, anonime, që në fakt mua nuk më shqetësonin sepse ti e di unë e kam shumë qef unë vdes të më shajnë. Dhe kur shkoj në ekstreme kam dëshirë. Unë mendoj që jam një nga njerëzit që njoh mirë dhe jam një njeri që kemi shumë vite që jemi bashkë, që kur ke qenë në Top Channel, që me problemet që kam pas unë ato vite të vështira edhe e njoh, mendoj që jam nga njerëzit që e njoh karakterin tatë jashtëzakonisht mirë, edhe familjen tatë. Dhe kam qenë dëshmimtar i shumë rasteve që njerëzit në vinë për gjona të vogla, e më ngacmojnë për ju dhe i them që mos më flisni për Elvin, unë kam misi dhe tek pjesa që po i themi fjalë Elvit për këtë punë dhe për këtë punë, mos më thoni sepse është kontrapedal dhe nuk ngjijon njeri dhe nuk i shkel parimet e veta. Tash edhe unë si ju dhe si shumë gazetar tjerë ose si shumë njerëz që më në fund drejtësia po e bën punën e vet, jam një nga mbështetësat më të mëdhej të atij institucioni, që kam folë publikisht non-stop. Por unë du me të pyet si mik edhe si gazetar, publikisht. Unë jam drejtu Zotit Altin Dumani, publikisht 2 herë dhe i kam thënë që të lutem, a ka mundësi të më investigoni mu përpara llumit të mediave që vën gjoba dhe që intrigojnë, sepse nuk ka më turp një firmë ndërkombëtare, këta të vjedhin vrerë dhe më krijojnë gjithë këto probleme me artikujt e tu që bëjnë, me kolegët e mi ndërkombëtar, po dhe me familjen, me fëmijët e mi që rriten, nuk ka. Tashi unë du të bëj një tjetër pyetje nëpërmjet jush. Dihet që një vend nuk e man demagogjia, po e man ekonomia. Jemi dakord deri këtu? Absolutisht po. Bukur. Dhe ti e di që unë jam shumë pro-kapitalist. Unë kam dëshirë që edhe Zoti po më fali shnet, ke mundësi dhe i 5 vjeçar që të punoj. Nuk punoj se kam ndonjë neps për lek. Nepsi im për lek është me shkollu fëmijët, deri këtu, ta kam thonë 100 herë. Po, por që të munohem që këtë firmë internacionale ta bëj një brand shqiptar, bar europian dhe bar botror, këtë e kam mendur. patjetër. Që është edhe për Shqipërinë. Ajo ishte krenari dhe Tashti kjo është krenari për Shqipërinë. Për Shqipërinë tonë se s'ka një brand internacional. Tashti unë jam në rrugë sipër për këtë punë. Kërkoj tek shteti im, te Ministria e Ekonomisë konkretisht. Ka kaq kohë që dua të marroj letra për këtë objekt, për këtë objekt, për këtë punë, për këtë punë. Ore zotëri, nuk firmos njeri në administratë shtetit. Tash i ky spaku, që i qenë ka për korupcionin. A nuk quhet korupcion kur këta njerëz që janë në administratë nuk bëjnë punën e vet dhe nuk firmosin, sepse kanë frikë spakun. Dhe ata kanë një rregullore që për kaq ditë duhet japin përgjigje, për kaq ditë duhet kthejnë shkresën mrap, për kaq ditë duhet firmosin. Kur janë të gjithë gjërat me analigjit, kur janë rregullta. Unë e di që ty të ka pasioni fjalës do të ndërpres. Sepse pastaj po e zgjatë do më Jo, nuk po e zgjas, po unë dua të di, atëherë ta koncentroj pyetjen. Ka një problem. Po. Spaku është shumë pro biznes. Më thoni një biznesmen Po që ka goditur dhe arrestuar nuk Spaku. ka, më nuk ore zotri, nuk Ka zyrtarë që janë. Duhet të bëjnë detyrën dhe mos kelin ligjin. e kuptoj. Tashti Ç'problem ka që ti të fitosh sipas rregullave ligjit. o zotni në rum. Ç'pun ka Spaku kur ti e ke rregull? Ore zotni në Ka dhe rum. njerëz pafajshëm. Ore vllai dashur. O zotni në rum. Është një gërsh në administratën shtetënore. Unë po ta them unë këtë gjë që s'më mungon dashamirësia. Mu nuk më mungon dashamirësia. Po prokuroria dhe Spaku dhe Po cili e zgjidh këtë punë kur këta i zvarisin? Kush e zgjidh këtë punë? Ja si e zgjidh. Kush cili? Respekti i ligjit. Në qoftë se zyrtari nuk firmos kur rregullat dhe ligjet janë të shkruara ashtu siç duhet, Ja nuk shkelen, janë bardhëzi, atëherë duhet që ministri i përkatës ose kryeministri, këta zyrtarë janë më të korruptuar se ata të parë që me një lekë dhe janë katër. Sepse ky që nuk firmos për një problem. Ose do para, sepse në momentin që ti dokumentat i ke në rregull, janë brenda ligjit, nuk ka shkelje ligjore, dhe dëm ekonomik s'ka, ti vetëm zhvillon, pagun taksa, ban me mirat punuar, nuk ke korrupsion,
Përse s'duhet i firmosin letrat? Sepse nesër del XY gazet dhe thot ja firmosën dhe kët XY-s Gjergj Lucës kët dhe shikoni korrupsionin dhe fillojnë të bëjnë gjyq publik. Të gjithë gazetat dhe opinionistët fillojnë të bëjnë gjyq publik. Po pse dhe tani meqense këta një tuf horrash, bëjnë gjyqje publike, për të vënë të gjoba. Pa i tre me të administratës. A i thot, pse mos as varin sungtit? Në qoftë se... Po ku do t'i gjej njerëzit? Po në qoftë se nuk ku do t'i gjej njerëzit? Po në qoftë se nuk shke ligjin, nuk ka pse Gjergj të ketë frikë zyrtare. Pse do të kesh frikë për nuk shke ligjin? Ti vazhdon me psera apo vazhdon se çanol realisht? Unë po them se çanol realisht. Ti flet tashti si Klestakovi atit. O Gjergj, mos vallni pazarta që nuk firmosin, duan ca lekë që nuk firmosin. Jo. Okej, atëherë pse si firmosin portalin? Po të thot... Po kush po pyet për portalin? Atë një gjë, po të fleti njëri që si mungon dashamirësia e administratës dhe po fleti njëri që nuk ka shans që të bëjë biseda të tilla. Pra, sipas te sipas me janë të trembur të gjithë në administratë që mos fillojnë këto media të bëjnë gjyq publik. Për mua si Luc. Atëherë, një sekond. Atëherë në qoftë se këtu do ta ndajmë, është spaku problemi? Janë punojësit e administratës, apo është gjyqi medias? Jo, unë me... Administrata po ta them. A thu ta ndaj, ja po ta ndaj unë. Tashi, siç janë gjithë këto drejtoritë që këta kanë bërë për korrupsionin për njërën për tjetrën, të bëjnë edhe një drejtori, masi mungojnë prokurorët, po masi mund ta bëjnë edhe në prokurorit Tiranës a ku tjetë, që çfarë problemi ka që nuk zbatohen afatet e përgjigjeve të administratës? Patjetër. Unë do të thojë gjë tjetër, sepse është e tmerrshme. Për kësaj mund të hapim një plagë. Do miku jeta e medias. Mund të hapim një plagë, është një plagë shumë e madhe e media, tallavaja mediatike. Dhe ka të drejtë pastaj kërcen Rama, kryeministri miku jot, dhe na thotë 700 kazane, tallavaja këtej, se nuk ka vërtet. Po ka vërtet. Por Rama ka edhe një problem. Nuk nga 650 sa. Ka turmë të madh. Me çfarë mbahen? Ka një problem. Me çfarë? Me gjoma mbahen. Po mirë, ka këtu tatime. Ja ku ka një problem. Para rreth një muaj, është kapur një gazetar në flagrancë duke vënë gjomë. E kanë kapur me lekët, sepse pati një qytetar kurajos, i cili e denoncoi, e ndoqi çështjen prokurori përkatës, shku në gjykatë, e kanë kapur me lekët në dorë. Dhe duhet denoncuar nga aja të zhoja, nga e parit e i fundit. Sepse këta jo vetëm kanë shkatru biznesin, kanë shkatru dhe tregun mediatik. Ore zotri. Tani, okej, vetëm një ndërhyrje të bërë. Një falë. Këta të administratës, ose ky pushteti, kjo qeveria, e ka në dorë se ka parlamentin sot, dhe me 2 ndryshime të vogla ligjore. E zgjidh çështjen e portaleve për 48 orë, por nuk ka dashur të ta zgjidhë. Pse? Ja pse. Sepse duke detyruar të gjithë të regjistrohen me nipte dhe me adresa të verifikueshme. Çfarë do të thotë? Bledimane ka portal, Elvifundo ka portal. Do regjistrohesh ti në AMA ose në AKEPI, varet institucioni që do përcaktoj kuvendi, dhe ti do të verifikohet adresa për një muaj. Në rastin se ty të verifikohet adresa dhe nuk gjendesh në adresë, ty të mbyllet domeni. Dhe këta e bën AKEPI në minutë, me një shkres nga AMA. Mbylleni këta se nuk gjendet në adresë. Po pse nuk e bëjnë këtë? Dhe kjo po mirë, më fal. Je miku im, je... Zgjidhja e dytë. Ashtu siç bëhet masa e sigurisë për të kallëzime 48 orë, siç e folëm dhe bashkë, ti do ta bësh që për portalet dhe kur ka shpifje, fyerje apo kërcënime, kanosje, gjobvënie, sepse ato që po bëjnë me portalet janë të frikshme dhe po shkatrojnë dhe tregun sepse na futin të gjithë në një thes pastaj. Shumë e thjeshtë, brenda 42 orësh duhet jepet vendimi nga gjykata. Si ma sigurie. Po sepse s'kan adresa, nuk dalin sot, i regjistrojnë emra të tjerë. Jo zotri, kush e ka këtë portalin që na hapi kanë Elvifundo? Ku e ka adresën këtu? Su gjet mbyllë domeni. Elvifundo, nëse vjen në gjykatë, nuk i gjet këtë adresë mbyllë domeni. Dhe shikon ti, hap me njëri anonim. Tash më fali dashur. Dakor, ti o zotni, a dola unë përpara gjykatës speciale dhe thash dua të kontrollojmë nga shteti im kush jam unë se nuk e njoh vetë. Më çfarë do të kontrollojmë? Ty të kontrollojnë ta. Ore vllai dashur. Ty të kontrollojnë sigurinë me një minutë. Ty të kontrollojnë. Një minutë, o zotni, një minutë ta marroj. Ore ta marroj. Ore kam 4 vjet, 5 vjet gjykat me i ple që s'kalon fjalë pa shkruajtur për mua e nuk i jep njëri përgjigje. E kam gjimu në Angli, e kam gjimu në Amerikë, e kam gjimu gjithanej. Prandaj. Tash si që ka kjo. Prandaj si. Në qoftë se si pra funksionon shteti këtu. Ore zotri, kush jam unë për këtë vend? Sa kontribuoj unë për këtë vend? Që mbajnë 5 vjet, mu pa vëllë përgjigje dhe një halabak, një zakar për me emrin tim lart e poshtë? Si, ma spjegos si. Një sekond. Tani e para,
Unë ta njoh natyrën ku Ç'është ky shtet Allah? Ç'është ky shtet? Unë jam shteti tim, mos më dal shteti im për zot, se kush jam unë? Përgjigjen edhe vet. Shumë saktë. Ky shtet duhet të bëj 2 rregulla dhe unë t'i thash propozimin tim, unë jam gazetar, jam i gatshëm, unë i parë. I çohet Europa e drejta gazetarit, tani ne dini për zot gërthit ti, si gërthet. Jo. Unë kam gërthitur dhe kam kërkuar në mënyrë sistematike të regjistrohen mediat online. Ja pse e kanë kapur gjithë media dhe boni ligjin e media, i kanë bashku gjithë bashku të bashkohen se janë legale. Jo. Ale, por se Ka nevojë të bashkohet media. Nuk bashkohen se janë pa papanica. S'ka nevojë të bashkohet media. Flasin gjithë notën e gjithë ditën për parime në për televizione, edhe në për portale, e kur vjen problemi se janë zot më bë bashkë me rrit fytyrën e tyne. Një sekond. Ka një problem tjetër dhe unë ta thash. Në qoftë se të gjithë portalet dhe mediat online do të regjistrohen me një adresë të saktë, ti nuk ndjek njëri as në Angli, as në Amerikë, as në Greqi, as në Shqipëri. Boni pra bashkë 20 gazetarë, se keni 20 gazetarë serios, 30 gazetarë serios, se boni bashkë, mani 600 portale, po boni pra bashkë, sa portale, sa televizione kam peshë publike në Shqipëri, më thuj sa gazetarë kam peshë publike që një gjohen, sa kam, se këta që kam peshë publike në Shqipëri, që një gjohen, unë menoj që janë njërë serios, që duhet të ullën dhe duhet shkruajnë. Shiko, ligji nuk e... Ku është Bjen Feziu? Ku është Elbi Fundo? Ku është ajo, që ka ajo Anila Basha? Ku është XY? Luc, ligjin s'ka pse propozojnë gazetarët. Një iniciative, një mazhorancë që është në pushtet, bën këtë 2 veprime në 2 ndryshime ligjore që unë t'i thash, dhe shumë e thjeshtë. Ore, u komuniteti Europian pesh për burë, se fillojnë letrat. Na iku e drejta gazetarisë, na iku drejta gazetarisë. Cila drejta gazetarisë? Kur ke i Facebook, një TikTok, flit qatë dush, kry qatë dush, rej qatë dush. Nuk ka shikojnë. Po shumë blenmane për së shumë. Po dëgjojmë. Dëgjoj ta thajmu në thelbin. Nuk ka në Europë të ndodhe që ndodhë tu. Ta bësh në Gjermani, haron ditëlindjen. Dhe shpifjen ata e kanë të dekriminalizuar, por e kanë brenda 48 orësh t'jepet përgjigje në gjykatë, të thot hiqe gjykata. Në momentin që ti nuk e heq, ti e ke pranuar veprën penale. Po se verifikove? Po se prodhove, jo po se verifikove. Po se prodhove. Po se ke verifikuar, pra nuk e ke këtë lajm që ke shkruar të verifikuar. Atë e përgjigje s'para ligjit. Pa e ke pranuar përgjigjesin para ligjit, se ke refuzuar që të heqësh lajmin. Atëre i ke larë duart nga dunja, fillon gjoba. Televizioni CNA ka gazetarë të Kronikës Zezë? Jo, nuk mbajmë gazetarë të Kronikës Zezë tëre. Nuk e nga ata Jo, gazetarë për më tepër prej kohësh këm ngul me stafin tim dhe me bashkëpunëtorët, bollë se më të shmendën me Kronikë të Zezë. Shiko të themi detaj që më ka ndodhur me gocën. Hapëm televizionin dhe goca ime është 20 vjeç tani, dhe me shikonim Gjermani për Obama dhe mua tërkos, ky ura me thikë, këta uran, këtu aksidentuar, shtypi dele, shikon të cënahan në Gjermani, aman mos e më stresove si kur ç'bëhet atje. Ne kemi një kulturë të keqe të Kronikës së Zezë, filluar që nga 93 nga shqiptarja. Çfarë bën për klikime? Po s'ka qenë vetëm për klikime sot, edhe në gazetat e shkruar atëherë, edhe Koha Jonë, edhe shqiptarja dhe këto. Këtë fenomen kish. Dhe Kronikën e Zezë shikonin, bile s'tregoj një histori me Zamir Dulen, me gazetarin e vjetër të Kronikës, që i kaloi atje përpara shtypi, goditi një makinë, një biciklet, dhe raju unë gritë mori biciklet. Si se shtypi më burta dhe kësha po lajt. E kuptondi, ku ka arritu? Çfarë bëjnë gazetarët e Kronikës? Opinionisti Gjevo për këtë si se shtypër, çka ka në i fjallë në ndërhyrje, më falë. Jo, mua më kujtuaj një tjetër, që ka për njeri që vodhi i barë. Po. Ç'bere, tha? Po mortin baktia, tha. Sa ti mbanja frymën. Ata e që polici? Pritur. Mas ati mazion erdi njeri me kollaro, nga klaçerine dhe me çantë shpiner. Po ti tha në bankë punonja. Qarta numëronja topa me lekë për ditë, tha një ditë më dukën si time në musha çantë. Rinin të dy, shikon njeri tjetër, kurot këj i bankë, sa. Po ti se ke den sa pisë do ta kesh me këtë barin që vode, tha. Qarta? U trebë. Si ta kem pisë këta? Pisë këta? Me atë që ke bërë ti që ke vjedhur barta? Po si unë barta ti ke vjedhur lekë, ta kem unë më pisë këse ty. Gjo këto tjore, sa ta që do në bëjnë gjyqitha nuk kanë barë, duan lekë. E vërtet është. Ata gazetarët e Kronikës Zezë 12 orë para s'paku çfarë bëjnë, se kupton. Janë vetë gazetarë. Atje ajo është bërë një shfaqje që bendoj unë e shëntuar. Dalin ato, më fali qenë. Aty që ri për Kronikën e Zezë, si kur dalin ato të vdekme në shtyllë, presi njerëzit që dalin, tamam si ato, si quhen ato? Lajmërimet, që filoni, ata të gjithë me kamera, edhe me bure, di kush është, që ti shohë shtyrat e tyne të gjithë janë ftyra, më falo Elvi, si kur janë gjithë që kalojnë
në orgazëm me knajsia, ha? Që të tha? Ta futi, ta bëri, për që këta njerës. Një sekund. Gjithë kjo dëshirë për të pa kesh, më vëlla. Edhe pyetje në Nikos. Nuk jam pro qëndrimit të tyre atje, ta them publikisht, është e turshme. Nuk ka nevojë të ri gazetari atje, po mund të jetë në raste specifike, vajti kryeministri, ish kryeministri, një ministër i rëndësishëm, pse ja për çfarë? Sepse tash është bëhet zakonshme me të gjithë shkojnë. Një mesazh, ja shikoj Elvin. Po, duke qenë që A shkojnë bëhet zakonshme. Ja po të Elvin në rastin konkret. Ke dy raste ti që tregojnë një kontradikt me Spakun. Momentin e parë kur Erion Velia hyri për incinerator dhe momentin e dytë që është shpyetur për dosjen e tij. Erën e parë duke qeshur, erën e dytë deri turbuar. Ata atje që janë përpara, ata e morën mesazhin. Kamerat mund të shkojnë, por qëndrimi 12-or si shtot, të lesh 12-or kameraman. Po lideri im kur del që ka të njëjtin monolog. Se nuk e ndron lideri im monolog. Duhet të pyesësh në njëri tjetër, unë nuk e di data ku shkojnë njerëzit e si shkojnë njerëzit atje. Jo, po liderin tim dhe tatin e para, se ne me i parti jemi të dy. Po, dakor. Si ai sa herë del të njëjtin monolog. Jo vetëm monolog. Unë ja kam thonë, ti ja ke thonë që duhet ta ndroj, monologun. Jo vetëm kaq. Ajo është një mënyrë të bërit politike prej më shumë se 30 vjetësh së Berishës. Kështu e do bën politikën Berishë. Po e ke parë dhe PD-n, e do konfliktuale, e do me sharje, e do me presionin e tij, por unë di të them që atje brenda ka djem që nuk parapyesin shumë nga ato shtot Saliu Jardere. Tash një pyetje, më fal, një pyetje kam unë. Del aty e shan i Botelef. Sa shkon të partia, kanol në gjok në nga PS-ja, del edhe i lavdëron. Po si ndronë, sa kilometra është ajo? Marlon Brando. Sa ditë është ajo? Berishës unë e them Marlon Brando. Po si, ndryshon, o gjep, qanull me dhe. Për ju të dy. A fush me talentum se ne? Aktor politik është. Qa literaturë ka, qa është? Literaturë, komunizmi, po të mënë në realizmi socialist, Elvi ti e gazetari vjetër. Mos fol mo. Elvi ti e gazetari vjetër, ke lëvruar goxha zhanre që nga humori në fiks fare, sarkazm, që herë humori zgjidh edhe problemet me qindra mijëra qytetarëve. Pastaj në gazetari investigative, tashmë je botus, pronar mediat. Unë mbaj mend arrestimin e Sajmir Tahirit, Ilir Beqës, Erion Veliajt dhe media, gazetarët ose një pjesë e publiku nuk ishte kaq agresiv sa që sot me Belinda Ballukun. Nga nëntori deri në mars atë vajzë e kemi bërë telef ne gazetarët, opinionistët, një pjesë e mirë e medias, pse pikërisht një femre ne im treguar kaq brutal, kaq të pa shpirt. Shiko, ajo nuk është brutaliteti që është bërë vetëm për Belindën, sepse duhet shikojmë dy standarde, do shikojmë dy personazhe të Partisë Socialiste, Erion Velia dhe Belinda Balluku. Meqense me Erion Velien jam marrë dhe vetë. Dosja e zotit Velia që është shumë më e rëndë dhe nga mediat u censurua. Në shumë media. Për më tepër u sulën në një nuk e di si mund ta them, jo luftë, por në një mënyrë të pështirë për ta mbrojtur, për të thënë s'ka prova, është çështje brekesh, gënjejnë, s'kan fakte, kanë arrestuar pa prova etj. Ndërkohë që 24 korrik të vitit shkuar e kanë çuar dosjen në gjykatë dhe zotëria nuk shkon në gjykatë për një vit. Dhe ja kanë çuar dhe letra tani për tekat e tij. Ndërsa për zonjën Balluku mua më bëri një përshtypje se dosja të parit që i ra në dorë ishte Gazmenbardi dhe u nxorët e cunguar. Dosja e timore e zonjës Balluku. Nga Spaku. Shiko, është gabim kjo nga Spaku, ta shpjegoj. Ja ta them unë. Prokuroria speciale. Ta mbaroj tezën me Belindën dhe pastaj ta shpjegoj prokurorinë speciale. Dhe ku e gjetën? Pasi nga avokatët ti je i bindur. Ato dalin gjithmonë pasi vjen gjykatë. Ose në momentin që njoftohet akuza avokatëve, të cilët marrin dosjen. Njerëzit që nxjerrin dokumentat janë avokatë e palëve. Dhe te dosja e Ballukut nuk është vetëm dosja e Ballukut, po ka dhe të tjerë. Dhe te dosja e Veliaj nuk është vetëm Veliaj, ka dhe të tjerë. Dhe po të them që në disa raste që unë kam investiguar në hije dhe kam thënë dhe publikisht, janë avokatët e palëve që nxjerrin për interesa të caktuara dosjen. Dhe zoti Gazbardi, apo ai i mbrojtur nga Komiteti i Helsinkit, e nxori të cunguar, për më tepër nuk kanë nxjerrë mediat e pushtetit, të cilat mbronin Erion Veliajt. Kur ishte dosja e Veliajt, ata e mbronin dhe nuk i nxjerrin dokumentat. Dhe ç'bëri Gazbardi, tani merr audiencë në këto media që janë paguar dhe nga vllai i kryebashkiakut dhe nuk bënin Pragazi nuk nxirrte dokumentat e këtyre botuzve. Po e do me emër të Carlo Bolinos dhe e kam nxjerrun pastaj përgjigjen. Po që mos ju fut juve në siklete se pastaj fillojnë anonimit dhe ju sulmojnë. Unë kam nxjerrë përgjimin e Carlo Bolinos të dosjes Balluku që e ka pasur në dosje Gazmenbardi dhe së publikonte. Dhe sot ekranin
e Carlo Bolinos, mediat e Carlo Bolinos, atë paçavurin e atij tjetrit, mos ja them emrin, i kena hapësirë gjithë ditën raportojnë nga Zmetbardhi dhe gazet si nxorrin nga përqimet e Ti si gazetar, unë mendoj si qytetar, që mediat e paguar nga Erion Veliaj kanë bërë betejën me unë nga burgu i Durrësit kundër zëvendës Ti si gazetar dhe qytetar të Saksapagos, a beson vërtet se tuneli Llogares do shembet se Belinda ka vjedhur herë? Jo. A beson në 300 apartamentet e Jo, nuk i famshme? besoj, absolutisht. Po në 2 jahtet? Jo, nuk i besoj. Po në videon porno? Jo, s'është e vërtet. Po pse Absolutisht. pikërisht një femre ju lëshua kjo batere kaq brutale? Pse bosh naive dhe ti dhe ti? Jo, si unë. Jo, të dy jeni naiv. Orma, të dy jeni naiv. Okej. Unë mendoj që sulmi ndaj Belinda Ballukut është e instrumentalizuar, e dirigjuar nga burgu i Durrësit. Spaku s'ka E para, absolutisht. Dhe dyta, në rastin e tyre, jo do bjerë tuneli dhe do bëjnë, këto janë pastaj ligësira opozitare, punë propagandash, punë e tyre, unë ditë të them, që në rastin e Erion Veliajt ka 13 akuza për fshi korrupsion, pastrimi produkteve të vepër penale, shpërdorim dhe tyre tjerë, biles kjo shpërdorim dhe tyrës me vendin gjykate. Nuk ka ende vepër penale korrupsion. Tani na tregokan që ka marrë lekët Balluku dhe i pas ka ndarë me Erdoganin. Që po shkunder këtu, sa Balluku ka marrë lekë dhe i ka ndarë me Erdoganin, qoftë vërtet. A mund të opozita bën të saj. Tani të Spaku Gjergjit dhe një fjali ka. Po ta përsëris dhe një. Dosjen e Belinda Ballukut zotri nuk e ka nxjerrë Spaku, por e ka nxjerrë një nga zyrtarët e Ministrisë të Infrastrukturës, avokati i saj. Dhe këtë e them me përgjegjësi publike. Të qëllim. Nëpërmjet segmenteve mediatike të paguara dhe të kontrolluara nga Erion Veliaj. Kjo është lufta e brendshme e Partisë Socialiste. Unë këtë e kam bindje. Për te qëndrimit që ka Luca se mendojnë që duke qenë ama sipër, këta poshtë do ta dëgjojnë. Këta poshtë po shqyen si çakejt. Erion Veliaj deshte një zhurmë të madhe dhe do ta shqyej atë gruan. Ka shtill urrejtje kishte. Dhe në rastin e nxaljes së dokumentave të Veliajt, ta mbaroj. Në rastin e daljes dokumentave të Veliajt, kanë dalë pasi çështja ka shkuar në gjykatë. Dhe në rastin e zonjës Balluku, pasi që njoftuar akuza dhe çështja ka shkuar në gjykatë. Letra zotëri nuk i nxjerr Spaku. Sa ka e time, s'kemi parë kur letra. Në momentin që njoftohen palët me akuzën, apo me dëshmitarët, apo me provat, në atë moment që marrin avokat dhe paraqiten në avokat, në atë moment rrjedhin dhe dalin në media. Është mashtrim publik që ka nxjerr Spaku dhe Spaku është përfshirë në betejë mediatike. Po pyetja ime ishte specifike. Pse media kaq e pa shpirt me Belindën me një femër? Sepse dirigjon Erion Veliaj nga burgu i Durrësit. Okej, pyetja e dytë dhe e fundit, pastaj ka radhën Gjergji. A vërtet ekzistojnë dy klane grash në Partinë Socialiste, klani Belindës dhe klani ish-ministrës së jashtme Elisa Shropari? Ku ka Elisa klan në parti? Elisa e nga 99 vajti atje me atë bluzën e rnosur që e kemi parë. Ne do u bëri Ramandriku dhe bëri ministret jashtme, e pa që lomotiti nga vajti, mori vuri fshes me pak apo. Kjo është arsye pse është larguar Elisa? Lidhje tani unë do besoj që thot Saliu se do të heq ty ky se ti ke bërë kështu se. Unë kam një problem këto si besoj dot. Sepse duke qenë që edhe disa vite kam qenë atje brenda të pjesa e partisë e politikës, e njoh shumë mirë dhe duke parë nga lart e kam gjallë gjatë ftohtësie. A mund t'jap edhe unë një opinion pa mbledhje? S'ka mbledhje këtë. Bukur. Tash kjo tavolinë këtu, Elvi, se Shqipëria është shumë e vogël, Tirana është shumë e vogël. Ne jemi që të gjithë rreth miq. Mu do më falësh 100 herë se unë nuk kom hap një tavolinë tillë për diskutu, të lutem falësh. Por këta njerëz kanë një mashtrim publik që s'ka nxjerr dosjen. I dashur, jemi vend shumë i vogël dhe jemi mes miqve. Atë them dhe unë opinionin tim dhe jemi mes miqve. Tash nuk dëgjoj tash. Po e di unë, avokati mbron dhe kriminalin. Por ama kur flet për ai avokat. Ish ministri i drejtësisë. Është më shumë specialist ai se sa Saliu dhe me Lësinë dhe tani e ka drejtur prapë. Der dje shqyet e Ramës tani kontrollohet te Tirana. Ai jurist profesionist ka. Hajde ma çuri. A mund të është aty? Ai shkujtëresh Xhameti. Po pse do dëgjoj Gazin mos dëgjoj Yllin? Po edhe Gazi është më keq se Ylli një shoqatë. Po këtë besoj. Si besoj unë atë? Ylli ka dal. Ylli dëgjoj. Ylli herë është djalë shumë i përgatitur dhe Ylli ka kokën e vet. Ylli është yll. Flas për Yll Manjanin, e kupton? Gjithmonë ka atë menimin e vetë dhe nuk dorëzohet. Për mua Ylli mos e ka për interesa klienteliste. Nuk e besoj. Ylli mas ja 15 vjetëve, Ylli mas ja 15 vjetëve ka përzëvendësuar ngjelen për natyrë, kupton?
Do të zëvendësoj Ngjela. Jo, Ngjela nuk është i lajthit. Tash ta jap edhe unë opinion, Çdo njeri duhet ta japi opinionin nga puna që bën. Unë shoh veten time në punën time. Tash edhe unë kam një administratë dhe kam një formë piramide ku unë jam këtu në kokë piramidës. Poshtë piramidës kam një administratore. Ata administratorën time që e kam rrit vet, mu pa bën cop gjithë administrata sepse e shef që ka shumë pushtet mbi mu. Dhe unë mendoj që Belinda është viktim e xhelozisë të njerëzve që janë në qeveri. Unë ti të themi gjë, më kanë pyeti herë, më kanë thonë, ore ky e drama me këta njerëzit. I kam thonë, ç'a njerëzish? Kanë thonë njerëzit i kanë përgjegjësitë për vete. Tash ti më tha, po mirë, ku i gjen këta njerëz? I them, ku ti gjen njerëzit? E drama duhet besoj. Se po s'besoj, nuk mundet dot që të japi avans për të ecë përpara. Tash Elvi po të pyes ty. Ti je njeri me temperament jashtëzakonshëm, të çmenduri, si mu, kolerik i soj. Sa vet mund kontrollosh ti, jam kurioz. Sa linja mund mbash ti në ditë që të fusësh fishën dhe ti marrësh gjithë ditën presion? Sa? 1, 2, 3? Faqesh maksimumi se më shumë s'ban dot. Jo, 2 mban një njeri mbi natyrshëm, 3 mban një njeri çmend. Tash po themi për dramën që ka një njeri mbi natyrshëm, por i çmendur, që mund mbaj 3 linja. Po si mundet e drama me dhon besim më shumë të fort, më shumë se sa 2 njerëz ose 3 njerëz. Dhe Belinda është një ndër 2-3 njerëzit që e drama i ka dhënë besim, sepse ka besu tek puna e saj. Dhe gjithë qenë të tjerë, për mu, ky është opinioni im, janë turr për ta bërë sop. Kupton? Unë nuk them s'ka gabime, ata të bëjmë punën e vet, jam nga njerëzit më të zjarr dhe më mbështetës të asaj prokurorie, kupton? Por ama po gjykon Partinë Socialiste dhe piramidën e Partisë Socialiste, për mu Belinda Balluku është një non e mjerë që është bërë një kavje për ta hongër qend e Partisë Socialiste. Qend edhe ulkonjat e Partisë Socialiste. Në këtë pozicion është Belinda Balluku për mu si Luc. E kuptova jo. Dakor. Për mu si Luc. Jo, ç'a mendon? Ç'a mendon për këtë që the? Unë ta thash përpara se ti të artikuloje që lufta i jenave brenda PS-s po han njëri tjetrin. Dhe ta thash, kur dolën skandalet e përgjime dhe doli rasti Veliaj, prandaj paralelizoj, apo si Shtabledi, rasti Semir Tahirit, rasti Ilir Beqes, nuk ka qenë kjo zhurmë që është bërë me Belindën. Media të radhë, është kanibalizëm. E di çfarë ka ndaj një femre. Po patjetër, s'është vetëm te ajo pjesë, është te betejë që bëhet dhe lufta brenda llojit dhe lufta brenda llojit është më e poshtë. Problemi nuk është vetëm tek çfarë ka bërë Belinda. Ajo që un kam problem në çështjen e zonjës Balluku dhe jam përpjekur të jem shumë i kujdesshëm, ka qenë vetëm një rast. Një njëjti prokuror që ka zonjën Balluku ka dhe inceneratorin e Tiranës. Një çështje të investiguar nga unë. Ka niku 130 milionë euro dhe Dritan Prençi, unë të thash prandaj dhe që pari që unë di ta bëj diferencën mes prokurorit. Nuk ka bërë asgjë. E vonovi dosjen, sot është pas 5 vjetësh. Doli njëri, doli tjetri, Mireli iku, Klodi iku, çan ferrën të gjithën, fajtori ngeli pa faj, ka bërë një dosje atje, po thotë jo grupi kriminal, po me nge, po avash, prit të dalë dhe prit ta mbaroj Dritan Prençi. Kurse në rastin e zonjës Balluku pati një shpejtësi të madhe dhe një vullnet shumë të shpejtë të tij. Dhe nga ana tjetër është përfolur, dhe unë këtë e them me përgjegjësi, dhe janë dieni dhe struktura drejtuese të SPAK-ut, që zoti Dritan Prençi disa kohë më parë, përpara se të takohej Erion Veliaj, në çarqet politike u artikulua se ka pasur një takim me kryebashkiakun e Tiranës. Këtë unë nuk e di ta them tamam, por po të them çfarë çarkullon në politikë. Dhe kur shkoi zoti Veliaj, që e pyeti Dritan Prençi, na doli duke qeshur. Kur shkoi pastaj që vajti te Altin Dumani dhe Tolzdato, doli me qasje tjetër. Ndërsa në rastin e zonjës Balluku, pami jo vetëm një sulm të tillë. Këtu jo për të mbrojtur zonjën Balluku, po të themi një gjë. Edhe për mashtrimet që thanë 57-35 vjet. Se po t'ja marrësh Erion Veliaj dhe të mbledhësh 13 akuzat i bien 150 vjet pas të bëj burg. Po ato vendimet janë të njëjta për të njëjtën vepër penale, që është shkelje barazisë në tendera. Nuk ka as korrupsion, as pastrim produkteve të veprës penale deri tani, as ndonjë vepër të rëndë penale. Për shkelje të barazisë në tendera dhe për të tilla urdhra, për çdo që qoftë apo mos qoftë këtu, ashtu kanë funksionuar dhe ashtu do funksionojnë një tjetër, sepse lidhet me atë që tha Luca në fillim të bisedës. Pse orta administratës më lëvizin mua. Dhe detyrohet Luca merr telefonin thotë, "O zoti ministër, ky s'ma bën." Merr ministri thotë, "Ore ti krya punën të Luc." Se ne jemi akoma turkoshak në koncert. Ne do të hyjmë në Evropë, po ne kemi ngelur turkoshak.
Ne duam o drurin, o urdhrin, nuk shikojmë Ke ligjin. punuar dhe në administratën publike të PD-s, e njeh dhe administratën Unë s'kam publike punuar të në PS-s. administratë, dëgjojmë. Shqiptarë, Unë kam qenë, shikojmë. Unë Shqiptarë gjithë që jetën ne- time kam qenë 4 vjet Kap qytetar për kohë mediat, si shumë shumë kolegë Shqiptarë tanë. s'ka Ka punuar punuar, dhe unë s'ka unë. firmos Kam- kur. Edhe unë 10 vjet kam. Shiko, Jo, pyetja s'ka ime firmos është, kur në pyetja një ime dokument. është kush vjet më harbuçe, socialistët apo demokratët? Shiko, mua këta të PD-s më duken si xhepista tani me këto që ka ndodhur. Domthon Po çka qenë ato fonde të flisnjë të inceneratorë që nuk ekzistojnë, që dalin dy anonime, regjistrojnë kompaninë, ja futin shtetit. Tashi, a munem një gjë, Shumë atë a munem, buxheti dhe mënyra. buxheti është më i madh, Po është dy fish mo. është 3 fish. Faktik. Po, ta mbaroj pyetjen, më fal Daj. Akuzojnë shpesh, sidomos Kunati Luli dhe eksponentë të PD-s që kanë bërë aq shumë lek gjatë qeverisjes së PS-s dhe nuk kanë firmosur. Patjetër është e vërtetë. Herë Jam me dakord. kërcënime, herë me koporime, herë me deklarata gjovënie, sepse namin ka media. E diti që politika është gjovënsja më e madhe e Absolutisht që po. bashkëpunimit. Një E deklaratë pash në opozitës. publikimin e dosjes të zonjës Balluku, me që se ishim të Balluku që pari, nga Gazmend Bardhi. Mënyra se si ka publikuar dosjen, sa i ka pasur çdo fakt, çdo provë që mund të kishte bërë nami, mënyra se si e ka ekspozuar dosjen dhe si e ka publikuar, për mua është gjobvënie publike. Po, Tashi, më falni, o Gjef, se kjo biseda e Belindës ka qenë aktuale për shumë kohë. Edhe ka qenë kryefjala e gjithë e çdo tavoline. Ju jeni një personazh që je tavolinë, dëgjon njerëzit, dëgjon popullin e thjesht, dëgjon burrat e mençëm. A keni një gjykim tatë, një mendim për këtë punë, për këtë temë, për temën e zëvendës kryeministrës? Kam dëgjuar edhe në tavolinat të tjera, si thua ti, edhe sot që po ju dëgjoj, po këto lloj temash mua nga njëri vesh më hyn, nga një më dalin. Po mirë, në përgjithësi, është një pakicë njerëzish që merret me këtë punë, do më thënë, është pakica që e flet, me fjalë populli thjesht nuk do me ditë gjë fare, është e gota rakisë, e punat, e prallat, këto janë vetëm qenë që lefin nëpër media, nëpër portale? Një avokat, se ma kujtovi ky, do mbronte një nga këta kriminelët, e tha, studiova dosjen mirë, tha, ne njeshi, tha, po ja shpjegonte me pika. Po. Ja u fusim, tha, se kemi ku kapemi. Po, Edhe ne dyshi ja u fusim, tha, se kam gjetur një nin, po. ne treshje aj, tha. Aha, Ne katra, tha, prap ja u fusim, tha. po. Ne pesa ja, dhe i porin dhe kështu tha. Pra avokata më bëm për shtypje, tha. Pse kur ja fusim të dy, tha, kur a vetëm mund. Për këto dhe tema shumë. Gjepa, po ju ishit kaq të korruptuar dhe estrada e Tiranës? Jo, qartë Çfarë tendera shvizit ty? Tenderat e buzëqeshjeve. Jo, që po të Tenderat e mirë i humorit. laps nga ata të syve. Kur vite inspektori i partisë për të pa premierën, për shembull, se aty ka pas korrupsion. E bënin për vete. Jo, kur ishim student, kishim një orë një javë apo 2 orë ngrimin? 2 orë një javë. 2 orë. Atje mundoheshim, merrim një laps nga ata të syve, se ishim shumë të rallë këto. Ja, u jepim kuzhinjerëve që ta anin valen. Një laps rimeli. A një i muaj. Nuk isha atëre kështu. Ora grimit. Orë ngrimin. Elvi, ta kthejmë pak personale. Ti je një korçar 100 karaç, apo jo? Ka familja e njohur korçare, Fundo. Tashmë në Korçë është debuti i gjyshit tënd. Jo, ka një gabim, se edhe kjo vjen nga portalet e gjobëxhive, nga mashtrimet publike. Zaj Fundo nuk është gjyshi tim, Zaj Fundo është vëllai i gjyshit tim. Xhaxhai babai tim, ka qenë politikan, trockist. jo. Edhe ky është një fake news tjetër. A solli Trockist Stalini, ja ta them tani, trockist Stalini ju the në Moskë, në Rusi u theshin atyre që nuk deshin t'u thoshin antistalinist. Zaj në fakt ka qenë antistalin. Trotski ka ikur nga 28-a, në vitin 28 në Moskë. Kurse Zaj ka vajtur pas gjyshit të Reshtagut me Dimitrovin, diku te vitet 33-34. Dhe s'ka pasur asnjë kontakta se ka njohur Trotskin. Kur pa atë diktaturën, krimet që bënte atje, që antistaliniste shpëtoi. Se nuk i dëgjoj njëri, po do të bëj pyetje kështu drejt për drejt, tash se këtu jepi tavolinë që duhet ngacmuar. Po, Tash si shpjegohet e burr që vllai i gjyshit tat
ka qenë një antikomunist dhe ka hedhë idetë e Europës Bashkuara i pari. Ka qenë antikomunist, ka qenë kokra e komunistit. Mirë, dakor. Që më pas u zgënjye, ka dhe hedhë tha unë komunist e mbyll, por unë jam me Evropën e Bashkuar. ka hedhë idenë nga të parët e Europës Po, Bashkuara. Artues një nga njerëzit. Tash si ka mundësi baba të u bë me komunistët, edhe Elvi është antikomunist i çmen si mu, se të dy jemi të çmen për. Si punë diabetit, më ka zhgohet. Ha? Si da njeri, Familja. ke njeri në familje me diabet kam xhaxhanda, po thash ja dhe tash gjimit, apo s'flasim, ta kemi 20. E po mirë, nuk jesë Është një që në familja Fundo ka, do me thënë se më jepet rasti edhe në ky podcast flas për herë të parë. Familja Fundo vjen me origjinë të vjetër nga Voskopoja, shtëpia ime në Koçës diku tek 1871 ndërtuar, për rreth 150 ca vjet. Ka zbritur katra gjyshi im Luka Fundo, para ti ka qenë Dimitri Fundo, i cili 5 gjyshi e 6 gjyshi ka qenë kryetar të Bashkisë Voskopojës në atë kohë, që në zhvillimet e saj kulminante Voskopoja. Më pas Zaj është diku ditëlindja 1898, është gjyshi tim, se ata kanë qenë 4 djem. Familje tregtarësh. Kryesisht tregtinë në dokumentat që unë kam nxjerrë dhe tani sa afërmi do bëjmë dhe një botim. Luka Fundo që tregtar dhe djemt i studiovi disa në shkollën amerikane tregtare të Selanikut, ku shkoi gjyshi im dhe një tjetër personazh që ka qenë shumë i rëndësishëm e përmendën dhe Roxha në veprat e tij, Dimitraq Fundo, që në veri e quante Arkon, që nga këta të shoqërisë Rilindja e Voskopojës, që këta voskopojarët që bën ato ballot e famshme që e drejton ai. Dhe Zaj në çovi në Sorbonë për ta studuar, për ta bërë avokat, se që moti i bënin avokatër, kurse dy djemt e tjerë kishte në shtëpi. Katra gjyshi ka ndruar jetë diku nga viti 32 dhe bizneset i drejtonte ky personi Dimitraq Fundo, që ne i theshim Xhaxhataçi, dhe gjyshi im Nikolaq. Zaj që në shkollë, këta ebni Florin që ta shkollonin. Zaj vajti në Francë, në Sorbonne, dhe në atë kohë u bë komunist. Atëherë që Trent beshe komunist. Ka një gjë historike që e ka fshehur historia e diktaturës. Në 24 është një nga njerëzit në varimin e Fanolit ku ka folur Fanoli në varimin e Avni Rustemit. Shoqëria Bashkimi që flitet nga historia komuniste vdes me vdekjen e Avni Rustemit. Në fakt shoqëria Bashkimi ka vazhduar, shoqërinë Bashkimi ka drejtuar Llazar Fundo. Deri vonë dhe ka drejtuar dhe gazetën Bashkimi. Më pas ai ka ikur, kemi të kujtimet e Petro Marcos, ka qenë në Vjenë, në Paris, që shonte partizanët luftonin Spanjë. Shkoi pas gjyqit, siç thash, të Reichstagut, ka qenë me Dimitrovi, shkoi në Moskë. E ndiqnin forcat e sigurimit të Kominternit, ka ikur nga Moska nëpërmjet Mongolisë, është kthyer në Vjenë, ka ardhur në Shqipëri. Sipas diktatorit Hoxha në veprën e tij kur lindi partia, e ka parë për herë të fundit Zaj Fundo në 7 prill 39, para Bashkisë së Koçës, duke kërkuar armë për të luftuar fashizmin. Pra na jepni dëshmi historike vetë diktatorit që një antifashist. Në maj të 39 është arrestuar dhe është internuar në Vetonten. Është kthyer në Shqipëri në korrik gusht 44-s, është arrestuar në shtator të 44-s dhe është pushkatuar pa gjyq me urdhër diktatorit. E vetmja pjesë e lavdishme historike e tij është që është një nga artuesit, një nga njerëzit që ka qenë në Vetonten, ku janë hedhur themelet e Bashkimit Evropian, por ka pasur një debat me Spinelin, siç e thotë dhe ai që quhet il padre della Europa vet Spinelli, apo në kujtimet e tij Sandro Pertini, presidenti i Italisë, që ka qenë i burgosur me Llazar Fundon. Po kujtojmë tu këngën e Toto Cotugnos, për shembull, un partigiano come presidente, Cotugno ja ka kushtuar Pertini. Të dy në kujtimet e tij flasin në superlativa për Llazar Fundon dhe thonë që është një nga njerëzit që bashkëpunuam shumë thellë, kurse Spinelli në fund thotë undam. Dhe po të lexosh disa libra italian, historianë thonë që ata debati i tyre ishte sepse Spinelli thoshte Europë federative, kurse Llazar Fundo thoshte un kam qenë komunist, nuk dua të bëhem socialist, por ndërroj për një Europë pa kufi. Ne po bëjmë luftë pak për kufit. Nëse do të jemi kufit, ne nuk kemi pse të kemi federata. Ne do të kemi një Europë të hapur, televizim të lirë, të fillojmë të mendje hapur. Një mendje ndritur, një person që ishte me 9 gjuhë të huaja. Pra ti përmendë Gjuhën e lëndë ka mësuar hebrejisht. Temën e familjes dhe përmendë dhe Zajin. Ka qenë familje tregtare, i vetmi që u mor me politikë që Zaj. Dhe ai u zgjynjur. Shumë breza. Tani të kthehemi te partia jote. Jo, duhet i bëj xhevi, ti pyetje përpara se t'ja bësh pyetje te partia jote. Jo, të bëj pyetjen për që ta bëjmë. Pra, në familjen në fisin tënd të njohur Korçar përmendë disa breza, disa gjenerata dhe vjen sot ti je një pinjoll i tyre, fëmijët e tu me partinë tënde çfarë bëhet? Se pikërisht ta marrim përgjigjen pas Xhevës. Pyetje për Xhevën? Jo, çfarë bëhet me gjithmonë për partinë tonë?
Qofse ti thëmisësh Tek fundot nuk janë vetëm unë dhe ajo pjesë e trashëgimisë, unë mund të përmend profesor Ilia Fundon, profesor Petraq Fundon, profesor Mirshel Fundon, Akli Fundon sot që është rektori, profesor matematike, sot është profesori i Universitetit Politeknik, ka pasur shumë Tashi matematikë. Gjevi ta bëj pyetje para se ta fusim partisë do fillojmë ta llavam me partitë. Tashi të lutem unë do të bëj pyetje. Elvi na foli me një pathos shumë zjarrt për familjen e vet, për gjeneratat e veta. Edhe gjithë kjo që na shpjegoi Elvi tregon se nga vjen Elvi, nga cilët lloj gjaku idealist vjen. Si ka mundësi që këtu tek ne njerëz që nuk majnë mend kë kanë pas gjysh, jo mos tërgjysh. Dhe ç'punë kanë bërë, dhe çfarë kanë përfaqësuar. Kanë kap komplet në dorë opinionin e këtij veni dhe janë njerëzit që japin mend në këtë vend, që japin orientime, direktiva. Çfarë ndodh? Çfarë mendimi ke? Pse janë kaq popullor këta njerëz? Dhe njerëzit që kanë një trashëgimi quhen ka herë edhe njerëz jashtë mode, njerëz jashtë kohe, si shpjegohet? Po duhet të jepja unë mend që jam nga fshati Petronin Luarasit, e kupton që na la ne kolonjarëve pa shkollë, se ta e bëjnë vetë dhe vati hapin në Korçë, kupton. Petronini, kështu është, dhe vati hapin shkollën shqipe. Baba im ka Po dhe ti, nga Erseka edhe Breumorën në stratë e Tiranës. Lutem. Një polici thjesht. Jo, po çfarë ndodh, lutem. Po çfarë ndodh do di unë çfarë ndodh. Pse kanë kap këta njerëz në dorë këtë vend? Ku janë idealistët? Ku janë njerëzit që kanë një trashëgimi? Ku janë njerëzit që kanë një ëndër? Ku janë njerëzit që vërtet duan që të bëjë diçka në këtë vend? Ku janë? A kemi folur për elektoratin grik, ata janë, ata çfarë flasin as bën. Me fjalë ata do lull gjithë Po besoj që tallavaja mediatike, zhurma mediatike, portalet, jobat, çantazhet, fryma negative që ka shumë shqetësim blendi, kanë bërë që njerëzit të lodhen dhe të bien thonë, tani. Dhe kjo politika pastaj në formatin e saj më të keq që vazhdon prej 30 vjetësh, në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë të lodhshme, të pështirë, me sharrje, me akuza, me sherrje, me rrahje, me dhunë. Tani imagjino ti ta kesh fëmijën, ti je emigrant, ta kesh fëmijën në Gjermani, 10 vjeç, dhe ta shikoj çuni im atje në televizor, po ata to edhe flakadan në parlament. Po pse tha do ikim në Shqipëri neve me pushime, tha ata po vrihen. Elvi, më the që parë që këta të partisë tonë duken si xhepista karshi këtyne që janë sot në udhëheqje. Janë vlerat me mira. Tash unë do të bëj pyetje, edhe e kam shumë serioze. Ore këta që kanë qenë të fortë të PD-ja, që kanë qenë ministra, që i ka presh shpata majtas e djathtas. Pse ikën nga PD-ja? Ikën për të rujt lekët e veta? Shikoj. Apo ikën se s'kishin nerva me ne afër doktorit. Jo. Pjesën më të madhe të tyre, unë mendoj që i ka hequr Luli me urdhër të Berishës. Unë nuk mund ta besoj që Luli kishte forcën në PD që të ishte njerëzit vetë. Dhe siç goditi Josefinën, Ridvanin, ku diun Gensrulin të tjerë që i mori Majlinda Bregun e tjerë që i goditi dhe i hoqi që në 2017. Më pas tentoi t'i afronte, por ata besoj me shumë dinjitet dhe një larg, duke parë që thyerja e madhe në PD për mua nuk fillon 2017 me largimin e tyre, po me krimin më të madh politik që Sali Berisha i ka bërë Partisë Demokratike, pavarësisht se unë besoj që PD-ja nuk ka lider më të madh se Sali Berisha. Hyrja në garë midis Sokol Oldashi dhe Lulzim Bashës. Lider më të madh për çfarë? Për çfarë? Që një parti e cila edhe pse në minorancë dhe jo e mirë organizuar sa Partia Solidare Socialiste, arriti ta sillte në pushtet, të binte në 97-ën, të bënte një opozitë ashpër deri në 2005-ën, ta sillte në pushtet dhe të ketë dhe disa medalje. Pavarësisht se s'duan t'ia japin, për mua Shqipëria në NATO, pavarësisht se thonë ja dha Bushi dhuratë, po e dha në kohën e Saliut, siç mund të hyjmë në Europë dhuratë me t'ia japin Ramës. Është e mira e vendit që ja dhan. Shqipëria në NATO, investiment në infrastrukturë, heqja e vizave, Berisha ka meritat e tija dhe lufta ndaj krimit në mandatin e parë të qeverisë së Berishës 2005-2007, unë them që kanë qenë një luftë e vërtetë ndaj. Kush ka më shumë influencë të Berisha se detyrimisht po shkon drejt moshës së madhe, fuqia fizike. Unë mendoj që Berisha do vdes kryetari PD-s. Jo, në rregull, kush ka më shumë influencë?
Liria, bashortja, Argjita e bia, po Nuk besoj që këta kanë, ata që thonë se kanë fëmijë kaq shumë influencë, e kanë gabim. Unë mendoj që doktori është i pa influencush. Kokën e vetë edhe asnjë tjetër. Gjithmonë ata që e njohin e dinë mirë se çfarë. Nuk kuptoj dot këtë lidhje Parti Konservatore djathtë, çfarë bën Gazbardi brenda kësaj partie? Partia Demokratike nuk është një parti konservatore djathtë, Partia Demokratike shpesh sjell si një parti socialiste. Socialdemokratë thotë, si një parti socialiste me mirëfillt, të liberale dhe më keq akoma. Ka ikur dhe më majtas me qëndrimet çka pas. Unë s'mund të pranoj dot që Partia Demokratike një parti që duhet quhesh konservatore të sulmoj pa ndarimisht biznesin. Ti mund të sulmosh ministrat për korrupsionin, po ti s'mund të merresh me biznesmen. Kjo ka qenë një nga parimet që unë jam përplasur me shumë individë atje. E dyta, Partia Demokratike nuk mund të bëjë atë që del tani thot tjetër e del pastaj na thot tjetër. Pra para spakut na sulmojnë prokurorët, pas spakut ve sulmojnë prokurorët. Njëherë thonë që ky kështu, njëherë ky thonë që ashtu. Pastaj sulmojnë gratë e prokurorëve. Rasti sulmit të ndaj bashkëshortit. Kjo është pra që e morin qafë atë parti. Shiko. Tash pse thu lidhje do të zgjidhë. E morim qafë valla. Nuk besoj që ka marrë. Shiko, unë mendoj që Ore të kishte një opozit përballë kjo qeveri që është. Do të kishte mundësi Partia Socialiste të merrte 83 mandate? Ore po të pyes se me Lulin mori 74. Me Saliun mori 83 mandate. Tash të kishte një frymë 3 Partia Demokratike, do kishte marrë Partia Socialiste 84 se për fitu do kishte fitu. Juve bini Pa do merrte 84. Jo mos bi preja si gjoj po pyes. Po ky është mendimi tim. Në rregull. Ti dhe shumë miqtë mi të tjerë bien pre e artikulimit të shpeshtë të publik bën me urdhra po nga këta mentorët e së majtës, që duhet ik Saliu, se po iku Saliu thon ata, PD mund të vinë pushtet. Unë mendoj që po iku Saliu PD bëhet 7 parti bëhet kashte koqe. Këtë e kam mendimin tim qofsh ai gabuar. E dyta them që Partia Demokratike në 2025 erdhi pas një cikli turpërus të saj. Ka më të dhimbshme se sa ajo mbyllja me ekura e se listë të PD-s, e vajta bjera me tokë mak ati që të hapnin, e ajtë policia, e idhu gazlocjelës, dhe po të them 2 pikat qarse më të mëdha të PD-s janë. Momenti pari 2013 që Berisha hyri në garën e Lulit me zotin Oldashi, që Kosoret i mori rrugës e pa, dhe e dyta është 8 janari i 2021. Në një parti që pastaj 2023 s'kishte logozjeshe gjykatave, u ropatën u bërë sharlatarës. Dhe kryeministri e gjeti. Kapte një këteja, kapte këtë tjeri, si që mori këtë dashin e bukur tani, dhe opozita po të them, nuk është se ka bërë punë e saj, në denoncime, në qëndrime që ka bërë, por ka një problem, nuk ka një standard, nuk ka një qëndrëshmëri, nuk ka një kokëforci që të sjell dhe të nxjisë besim në opinion publik, që të rrisë votat e saj. Unë nuk mendoj që individ si Gazbardi sjellin më shumë vota. Unë di, ata thonë në Fier na vodhën votat, meqense që historia dhe e zonjës Ballon. Unë di që në Fier kam folur me kandidatë të PD-s, kam folur me kandidatë të PS-s, gjatë fushatës e bënim dhe një lloj sondazhi, dhe mua më rezulton që Gazbardi s'kish komisioner. Një parti opozitare që ka ndërrisë 2025 pa komisioner, ka marrë fund. Në kohë që kishte qendra votimi që simbuloni dot me komisioner. Ne kemi qenë këtu të dy dhe unë të kam thënë, Luci janë informacionet në Elbasan, e mban mend që mblidhi informacion, dhe kur pyetëm në PD-ja, na thanë, ja një situatë kështu e kemi. Kur pyetëm Azliku, do marr 10. Këta theshin, ku e di unë, përshjo barazimi. Josefina apo Oldashi, do ishin pasardhësit më të denjë. Kush nga këta? Unë kam menduar gjithmonë një gjë të tretë, kam menduar që ndoshta PD-ja duhet vinte një kryetar tranzitor për momentin e parë, përsa kohë Sali Berisha nuk e pranonte Kosovën Oldashin, dhe më pas ky kryetar tranzitor për një periudhë 2 vjeçare duhet të garantonte zgjedhjet e PD. Zgjedhjet e PD në 2013 nuk qenë zgjedhje, u manipuluan me urdhër të Sali Berishës, u zgjot Lulzim Bashkë. Fevziu apo Grita Duma programet e mbrëmjes? Absolutisht Blendi Fevziu, për te asaj që shikoj në rrjetet sociale, për mua është një gazetar i palodhur. Luca apo Samir Mani nga oligarkët? Nga oligarkët, absolutisht Gjert Luca, sepse shoku, miku im, vllai tim në një format krejt tjetër. Samir Mane ngelet një nga miqtë e mi të mirë dhe të familjes time, me një marrëdhënie shumë të mirë dhe me djalin tim. Arlin Qori apo Adriatik Lapaj? As një komunist, as një pseudo-komunist. Gjevo Zeneli apo Cekja i Beratit? Kam një vështirësi për ta thënë, por për mua Gjevo Zeneli si mik, si shok, si vlla, edhe i familjes time piles, për më tepër mund të them që ka qenë mik i edhe i babait tim, Cekja si unik në llojin e vet. Shqipëria në BE në 2029 apo në 2030?
Unë mendoj që me sa dhe lexoj me pak në mediat andej, apo informacionet që marrim, Shqipëria ka një shans të madh për shkak të luftës në Ukrainë që ndodh, që të hyjë, megjithëse fatkeqësisht sa herë shikoj vendin im, pavarësisht se përpiqet kryeministri apo përpiqet opozita apo struktura të caktuara që t'i japin një frymë europiane këtij vendi, unë vazhdoj të them fatkeqësisht, nuk vjen keq, kemi një mentalitet shumë të vjetëruar turkoshak në administratë, në sjellje, për shembull do të them një rast. Sa vete në aeroportin e Rina, si ti shikon me cigara, ka për cigara vete në aeroport në Frankfurt, të njëjtit shqiptar, janë si zotëri. Më vret shumë ky lloj mentaliteti, nuk dua të shaj popullin tim, por sjellja që ne bëjmë në Europë, ne shkojmë në Europë dhe sillemi si qytetar perfekt evropian. Unë nuk mendoj, siç shpesh e kam dëgjuar nga politikë europiane që thonë ne jemi fatkeqësia më e madhe e Europës, apo ne kryesojmë krimin në Europë, jo. Ne jemi më shumë zhurmëdhënë dhe na vlen më shumë fatura. Urrejtje për Erion Veliaj, dashuri për Belindën, për Edi Ramën, një opinion të ftohtë. Atëre edhe një herë, unë nuk kam asnjë urrejtje me zotin Veliaj. Opinion të ftohtë jam përpjekur ja do ta mbaroj, por jam përpjekur që të bëj detyrën time. Në lidhje me zonin Balluku ka një thashë themnaj që unë kam një lloj miqësie për më tepër atëre kur u bëshin ato protesta theshin që i paguan Belinda i bën. Këto janë gjëra që ne i dim kush i bën te Erioni, i bën te Andea, kjo i bën te këteja, këto punë te mediave kështu janë. Në lidhje opinionit tim për Edi Ramën, unë do ta vlerësoja shumë kryeministrin për një gjë të parë që e nisi dhe e ka lënë për gjysmë, pastrimin e Shqipërisë. Nuk besoj që Edi Rama është pjesë e gjithë atyre akuzave që janë hedhur. Jam i bindur për të pjesë. Kam frikë se kryeministri im tani e shikon në vendin pak më shumë lart se ç'duhet. Duhet të zbresë pak më shumë me këmbë në tokë dhe nuk u po arrin dot energjitë e tija dhe dëshirën dhe pasionin që ka për ta futur Shqipërinë në be si qëllim të tij në vetvete, ta marrë me vete dhe administratën dhe stafin të çojë përpara. Mendoj që për te atyre që thonë që nuk është një artist, mendoj që është artist shumë i mirë, mund të them është një nga shqipshkruesit më të mirë që ne kemi sot, në firmat që vënë në mënyrën e artikulimit të gjuhës shqipe, dhe këtu dua t'i bëj dhe një falënderim publik që se kam bërkur, që ky nuk është më sekret, që bustin e Zajfundos në Korçë nuk e kam vënë, por bustin e Zajfundos në Korçë ka qenë një iniciativë e zotit Niko Peleshi, arkitekti dhe skulptorin e ka zgjedhur vetë kryeministri Rama, dhe gjitha është bërë një dhuratë për Korçën, pa pasur asnjë kontribut nga familja Fundo, dhe ka qenë në vullneti i palëkundur i kryeministrit për të vlerësuar figurën e Zajfundos, pasi kishte lexuar il manifesto di Vetontene dhe kujtimet e Alterio Spinelit, apo presidentin Pertini, që flisnin për Lazar Fundon dhe që atje më pas ka filluar të lexoj pafundësisht dokument. Pas dash Sulis, një blerje e re nga e djatha. Jo, Elvi Fundo nuk është pasar për të ushiti, jap unë, kadal, t'jap unë përgjigje. Elvi Fundo, okej, se fundi bëj dhon dy pyetje. Restorantet Rozafa, Açuke apo Ton? Ton pafundësisht. Jam jo vetëm nga Luca fan si Toni, por I kam dhënë orë të më sjellë sante nga Gjermania kur që në furnizim. Tashi Sa të lidhen me kryeministrin, unë nuk mund të bëhem me dy faqe. Unë do vazhdoj ta luftoj kryeministrin dhe do ri në opozitë, por unë nuk mund të mohoj ato merita që ka kryeministri. Shqipëria është më lart në arenën ndërkombëtare se kur ndonjëherë nga puna e palodhur e Edi Ramës. Elvi Fundo. Pavarësisht se qeveria e tij për mua është një qeveri me ministra shumë të korruptuar dhe kryetar bashkisë shumë e tij. Elvi Fundo, oponenca jote ndaj kryeministrit është një respekt për kryeministrin dhe është një shkundje dhe unë e quaj ndihmë. Jo, ti nuk je parti politike, ti je një gazetar që bën analiza her pas here shumë realiste. Dhe unë mendoj investigimet që kanë bërë kanë dëmtuar jo pa kryeministrin. Unë mendoj, për mua unë mendoj që kryeministrin Edi Rama, ato që ti probleme ke ngrejt e kanë ndihmuar, nuk e kanë penguar. Por unë du të bëj një pyetje. E mban mend kur ka marrë në spital dhe të kam pa copë? Ka qenë fiks 9 vite më pa. Ka ardhur Bledimania me një amit. Je në të njëjtën ekstaz, në të njëjtën mënyrë lufton, siç të kom njoft para 20 e sa vjetëve.
Ore, do me ndru, të kujtohet një ai moment as të kujtohet. Se je i njëjti, si ka Jo, mundsi. më kujtohet e kam fshirë nga memoria dhe duke qenë një besimtar ortodoks, aq i mirë sa mund ta quaj unë veten, kur falem lutem dhe për ata që e bën ata. Dhe i kam falur, s'kam asnjë problem. Ky është Elvi Fundo që unë do t'i lutem edhe për diçka. Elvi me problemet që ngre dhe me oponencën që bën shpeshherë, unë mendoj që e ndihmon qeverinë time, qeverinë që unë du dhe qeverinë që unë mbështes për ta futur në Europë. Nëpërmjet jush, unë du t'i lutem Elvit që në televizionin e tij, unë do të bëhem sponsor për një emision, që unë du të sensibilizoj opinionin publik dhe të gjithë bashkitë e Shqipërisë. Nëpërmjet një operatori dhe një gazetari, do të dalu në disa qytete dhe do të xhiroj rrugët e Shqipërisë, se sa pis janë anash, se sa lloj hedhjesh ka nëpër kanale, se si mund t'i presim ne këta turistë që po vjen momenti i turizmit, pse nuk shkunden këta kryetar bashkish, çfarë bëjnë këta kryetar bashkish? Shqyqyr që më në fund u dha urdhri për të prish gardhe, për të prish mure, për të hapë rrugët, për t'i bjedh me ulli, për t'i bëjt pastra, i kanë prish mure dhe nuk i pastrojnë gardhet anash. Kanë prish shumë territore dhe nuk i pastrojnë. Është një pislik në për rrugë që i është mësuar syri, kjo është me të mërshmja. Elvi Fundo, bëj një emision sensibilizimi, se do të ndihmosh shumë Shqipërinë dhe do të ndihmosh shumë kryetarët e bashkive dhe do të ndihmosh shumë vendin tonë turistik. Mund ta bëjmë edhe së bashku? Jam i gatshëm. Jam i gatshëm. Unë besoj që Përmeti është një bashki e pastër. Unë besoj që Kolonja në qytet është i pastër. Unë shikoj që Korça në qytet në Sokaket, pavarësisht se ende gra dalin e fshes, është e pastër. Po ta thash, Kolonjën ta thash, Përmetin ta thash, Korçë. Pra, shikoj e Belçin sa i pastër. Dil në rrugë nacionale nga Peqini, skandal. Shiko, unë ta shpjegova kultura jonë në marrëdhënie me këtë pjesën e dashurisë të mjedisit dhe qytetit. Ore, dalin në Greqi, ndalojnë që të fikin cigare në dogan se mos e hedhin nga xhami. Po shesh pushimet. Po shesh pushimet. U ndalojnë shesh pushimet e rrugës. Jo, mos kopjojmë dhe ne banaqet e darkës. Ta mbyllim me një lajm të gëzuar çfarë do ndodhë në CNA në kanalin tënd televiziv bashkëpunim me Allish Verishin. Atëre, nga kjo javë çdo të premte në orën 20, podcasti Allish Verishi do të transmetohet live në CNA TV. Në kanalin 44 në digital, kanalin YouTube të Allish Verishit, të Gjetlucës, dhe ne gjithashtu do të transmetojmë në të gjitha platformat tona toksore, kablore, pasi CNA tashmë është në të gjitha rrjetet mediatik. Me një aktualitet nga xhepi. Jo, me dy do të pyes janë ty. Me një tort humori. Po. Të numëroj një arkat me peshk që ke zënë për shembull, benja një gradacel në Tiranë. Me Tiranë, me çuke. Jo një, po kisha për të bërë shumë gradacele. Do na vishë berterve me shtëpi. Gjeni të falenderoj për ftesën edhe ishte ku do me shpin të Merluci apo ta çukja. Të çukja. Të vogël një të më nxjerr balena jashtë. Faleminderit, gëzuar vit në ri qofsh për energjik dhe i këndshëm. Çuvitri më Yes. Po vitëri nga këmo. Se ku ka? Kush vitëri kines më pas? Kur 65 do marr futbollare sa. Imagjino 69. Elvi faleminderit. Faleminderit vllajim. Faleminderit, respekt. Garderobën e ke gati se do bie 10 kg tjera se s'ka shkoj. E ke gati. Do ta filmojmë atë moment. Bravo, si s'ndorë bluzat të sport, ashtu e bëj. Natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë.